Eliona na bëri të qaj me dedikimin për xhaxhain që ju vra para disa ditësh. Ajo postoi në rrjetet e saj sociale një dedikim për axhen e vet ku ka kujtuar atë dhe duke shkruar një mesazh tepër të dhimbshëm. Ngjarja i ka tronditur të gjithë si dhe Elionën dhe familjen e saj. Ajo shprehu se dhimbja është tepër e madhe dhe se ishte një humbje e papritur. Ajo tha se kujtimi i xhaxhait të saj do të mbetet i gjallë gjithmonë. Plumbat e morën jetën e tij, por kurrë nuk do ta vrasin kujtimin dhe forcën që ai la pas. Do na mungosh gjithve dhe kujtimet me ty do t'i mbaj përgjithmonë në zemrën time, tha ajo. E prekur e me lot në sy, shumë ish banor reaguan në ngushëllim të Elionës duke i lënë pas mosmarrveshjet që ata kishin brenda shtëpisë. Një prej tyre ishte dhe Labi, i cili dhe pse gjatë lojës kishte mosmarrveshje me të i shprehu ngushëllimet në këtë moment të vështirë. Ai tha se, pavarësisht lojës, njeriu duhet të mbetet gjithmonë human. Ne jemi shqiptar dhe duhet të qëndrojmë pranë njëri tjetrit në çdo moment. Ngushëllime Eliona, ty dhe familjes. Për më shumë lajme nga showbizi shqiptar ndiqni kanalin ton dhe bëni subscribe për të mos humbur asnjë lajm.